Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkojmë. Vëllezër të nderuar, xhamati I respektuar, duke pas parasysh që ka pas kohë disa probleme, disa gajle, disa obligime, alhamdulillah, falenderojmë Allahun që ngadal po na largohen. Mirë po, kjo botë është I krijuar e pastaj njeriu është I krijuar për të jetuar në këtë botë dhe për të pasur sprova të lloj-llojshme, gajle, obligime kështu me radhë. Mirë po, ne si njerëz, posaçërisht si musliman, duhet të jemi të qëndrueshëm. Istiqame, shqipi vjen të jesh I qëndrueshëm në problemet me të cilët ballafaqohesh. Mirë, për të qenë stoik dhe për të qenë I qëndrueshëm për problemet të cilët I kemi ne realisht, posaçërisht në këtë kohë kur sa menduam që do të bëhet më mirë, tash po thonë që po bëhet më keq, u vendu dhe u caktuara policore kështu me radhë, po sidoqoftë ky problem on tërë botën, nuk on vetëm te neve na takon të respektojmë të gjitha rregullat dhe ta falenderojmë Allahun dhe ta lutim Allahun xhaleshan se sa më shpejt ta tejkalojmë këtë problem. Mirë po si? Unë do të flas për një mjet që na bën të fortë. Ka shumë, mirë po sot do të flas për Kur'anin, I cili është udhëzim. Njeriu kur e ka Kur'anin me vete, kur e ka mësimet e Kur'anit me vete, kur e lexon Kur'anin, kur e ndëgjon Kur'anin, kur punon dhe vepron sipas Kur'anit, atëherë ai është më I qëndrueshëm, më I fortë, më I guximshëm, më I drejtë, më I sakt, më I mirë, më I respektueshëm. Allahu xhaleshanu thot: "Innal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Më të vërtet, Kur'ani udhëzon në atë që është më e fortë, më e mirë, më e sakt, më e drejtë. Të dashur vëllezër, duke pas parasysh që Kur'ani është mundësia e parë që duhet ta kemi dhe ta shfrytëzojmë për të qenë stoik dhe të qëndrueshëm dhe të fortë, është litar ku kapemi, kur kemi nevojë të kapemi dhe të mbahemi dikun, dhe onor, o dritë për të gjithë ne si musliman, por është dritë edhe për të gjithë njerëzimin nëse ata dinë ta kuptojnë ose e kuptojnë. Sepse Allahu xhaleshanuhu e mbron atë të cilin është kapur fort për Kur'anin. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të vdes tha u alon dy çështje, dy sende shumë të mëdha. Nëse kapeni për ata dy sende, dy çështje, të themi punë të mëdha, do të ta fitoni edhe këtë botë edhe botën tjetër. E para është Kur'ani, e dyta është suneti apo tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ne sot do të flasim për Kur'anin si mjet për qëndrueshmërinë tonë në këtë botë dhe ballafaqimi janë me problemet në këtë botë dhe fitimi I botës tjetër inshallah. Allahu xhaleshanuhu të gjithë njerëzve u tregoi qartazi pse Kur'ani nuk zbriti menjëherë komplet, por zbriti ngadal për 23 vjet. Por t'ju kundër përgjigj besimtarëve, sepse ata Allahu xhaleshanu tregon nëpërmjet fjalës së tij, nëpërmjet Kur'anit thot: "Wa qala alladhina kafaru", dhe than ata të cilët nuk besuan, "Laula nuzila alayhi al-Qur'an jumlatan wahidatan", më mirë do të ishte të kishte zbritur Kur'ani njëherë, komplet.
Mirë po, Allahu Gjeleshanu e përgjigje dhe thot, kedhalike linuthebbit e bihi fuadek. Mirë po, në e zbritëm Kur'anin pjesë, ajete, do njëherë sure, për ta forcuar dhe për ta bërë të qëndruesh me zemrën tënde. Tash i drejtohet Muhamedit a.s. Warattalnahu tartila. Dhe e kemi zbritur, e kemi mundsu të lexohet, të këndohet varg pas varg. Walaula ya'tunaka bimithli, në qoftë se ata mundohen të sjellin ndonjë argument, nëse ata mundohen të sjellin ndonjë argument, illa ji'naka nëse ne rrim pas Kur'anit, e shfrytëzojmë Kur'anin, e meditojmë Kur'anin, e lexojmë Kur'anin, e mësojmë Kur'anin. Pse është burim i qëndrueshmërisë? Pse është burim i forcës tonë? Pse është burim i të drejtës? Sepse Kur'ani ta mbjell imanin. Kur'ani ta mbjell besimin. Kur'ani ta përforcon besimin. Sepse besimi, imani lëviz. Nuk është konstant. Lëviz, do njëherë rritet, do njëherë zvoglohet. Rritet me veprat mira, zvoglohet në qoftë se bëjmë gabime. Sepse Kur'ani njerëzve, muslimanëve u ep freski, u ep autoritet. Kur'ani ta tregon domethënien pse kemi ardhur këtë botë. Kur'ani ta mundson një jetë normale, pa e tepruar, as në ekstremizëm, as në liberalizëm. Sepse njeriu më së miri është me qenë i mesëm. Njeriu që është i mesëm e lufton dhe kundërshton ekstremizëm. Me kundemi ne atë shpejt, në qëfëse e kemi Kur'anin me vetë. Ama në qëfëse nuk ka që ka në mban neve, nëse nuk ka diçka që të lëzën, të mban, ose të frenon nga e keqja, atëherë e kemi humbur, kemi dështuar në këtë botë, mos flasim për botën tjetër. Pastaj Kur'ani na parafitiron, na spjegon, na qartëson të vërtetën. E dallon Kur'ani të vërtetën nga e pavërteta. Kur'ani të tregon çka është halal, Kur'ani të tregon çka është haram. Kur'ani të tregon historinë e pejgamberëve nga e cila ne mësojmë. Kur'ani të tregon se si duhet të sillemi me prindin. Kur'ani të tregon se si duhet të sillemi me triun. Kur'ani lloj-llojshmëri të tregimeve ka brenda Kur'anit. E pastaj ai i cili është i lidhur fort, ngushtë me Kur'anin, me siguri se do të ketë jetë të mirë në këtë botë, pa marrë parasysh çfarë sprove do të ketë ai ose do t'i ndodh atij, ai do t'i te i kalon problemet më lehtë sesa ai tjetri i cili ka problemet më reale, mirë po nuk di çka të bën edhe pastaj kërkon ndihmë. Thotë jam shumë ngushtë, nuk di si dal nga ky problem. Nëse i themi dal nga ky problem duke kërkuar udhëzimin Allahu subhanahu wa taala dhe duke u munduar të jetosh dhe të veprosh sipas asaj që ka thënë Allahu në Kur'an, e pastaj sipas asaj që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër, jo pak herë ne kemi dyshime, ne kemi probleme, ne kemi meditojmë ndoshta edhe një herë gabim, mendojmë. Bile njëri tha, atë shumë dhe njëherë habitet njeriu, mendon dhe shkon larg, e ndoshta nuk ka të holla mu kthi, pastaj prej atje ku ka shku. Se me mendje shkon njeri, ta shofsh një orë ka shku. E pastaj mu kthi këndej, jetë atje. Pse mendje kjo? Mendje.
Mendja shkon, mendon, lëviz. Mos flasim për zemrën. E tash Kur'ani është ajo forcë që ta jep qëndrueshmërinë edhe ndaj mendjes tonë. Nuk lemet ik mendja atje ku s'ke punë. Nuk e lën zemrën trotullohet pa nevojë. Nuk e lejon zemrën të dobësohet, por e mban të fortë. Edhe pse zemra cop mishi. Mirë po ka zemër që është guri, asgjë nuk pranon nga feja, nga rregullat, nga tradita. Edhe ka zemër që është e butë, edhe e pranon hakun dhe e pranon të vërtetën. Unë do t'i tregoj disa rregulla, disa ajete, se si kanë ndikuar te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pastaj në përgjithësi te muslimanët. Allahu dhe Leshanu thot Suratu Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa ma qala. Allahu, do më thonë, Allahu nuk të ka braktisur ti, i drejtohet Muhamedit alayhis salam, edhe nuk të ka përbuzur. Pse Allahu dhe Leshanu i tha kështu Muhamedit alayhis salam? Sepse mushrikët e Mekës ne thamë më herët se Kur'ani ka zbrit ajete. Do më thonë, do njëherë nga një sure. Edhe tash një kohë, një moment nuk zbret as një jetë, vënohet zbritja, shpallja e Kur'anit, vënohet. Edhe atëherë e shfrytëzojnë këtë moment mushrikët e Mekës dhe fillojnë të luajnë. Edhe t'i thonë Muhamedit alayhis salam se Zoti të harroi ti. Ku i ke ato muhabete që po na tregon me nënçmim, domethënë, ku i ke ato filozofia, ato fjala, ato. Atëherë Allahu dhe Leshanu për me ngrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por mos me qeni demoralizuar Muhamedi alayhis salam, tha ma wadda'aka rabbuka, Allahu ti nuk të ka harruar, wa ma qala, as që të ka përbuzur. Do më thonë Kur'anin të ndershëm vëllezër, kur ta ndini vetën ndonjëherë të mërzitur, pa rrugdalje, problemet lloj-llojshme, o lexo Kur'an. Po në qoftë nuk din me lexu, din me ndëgju. Sepse edhe ndëgjimi i Kur'anit ose sevap. Wallahi ta kënaq shpirtin. Të rahaton. Kështu do më thonë, njeriu ka nevojë, dëgjon Kur'an, ka nevojë të merr abdes edhe të falë 2 rekate kur ka problem. Sepse si ndryshe hajtë. Elhamdulillah që jemi brenda fesë, edhe kemi këtë fejtë madhe. Ta rahaton shpirtin. Ju e dini çka do më thonë problemi, ama secili një nga një këtu që jeni në xhami, keni pas probleme. Do më thonë problemi të lloj-llojshme. E provojnë kur të keni problem. Lexo Kur'an ose ndëgjo Kur'an. Pastaj merr abdes, fali 2 rekate. Kërkon ndihmë. Thuaj o Allah, forcom. Se shejtani, djalli, problemet e mëdha që i kam po duan me më largon nga rruga jote kështu më radh. Ajeti i dytë si kanë ndikuar, do më thonë, ajeti i parë tregon se si kanë ndikuar ajeti i shkurt, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sepse Muhamedi sallallahu realisht u mërzit nga ajo që e ndëgjonte nga mushrikët e Mekës. Allahu dhe Leshanu me një shkurt e ngriti. Nga ta themi pesimisti u bë optimizëm. Edhe ndonjëherë ne shumë pesimizëm kemi, interesant. Ja, s'mundem unë këtë me bo, jo nuk mundem këtë, jo nuk jam i aftë për këtë, jo nuk. O, njeriu ka aftësi për gjithë shka, jam duke folë për punë të halal. O, kodrën më të madhe rrafshë, veç duhet pak me qenë optimist. E çka e mban njeriu për me qenë optimist?
E mban Kur'ani, jo vëllezër. Çka mundet me mbajt diçka haj? E kena provuar më herët, e kena lexuar histori, e kanë provuar njerëzit. Me parë nuk shkon. Me forcë, me ushtri nuk shkon. Ne kemi njerëz generale të fortë kanë qenë. Mirë po, kanë humbë brenda asaj, pse s'ka pas çka i mban. Se ndonjëherë ushtria nuk mundet me të ngrit. Por edhe parja, as gjao nuk është. Pak Allah me sprovu, me një smundje, kitë pare të dynjas me i të bu, nuk bëjnë dobi. Por atë shkak, dobia me madhe, për të zilin jam duke folë, nësot. Është Kur'ani, sepse e ban njeri unë të fort. E largon nga e keqja, para me ndoje. Merë liber, e lexon një liber, libri mirë, këtë regull. Atë liber. Mirë po Kur'ani, pse ka dallim për librave tjera? Pse on fjale Allahut? Nuk para çka kena të folë. Sepse nuk do me thonë që e ndalume me dhe lexo edhe libra tjera. Lexon edhe libra tjera. Çfarë do libri që është? Lexoje. Edhe nëse nuk ka ndonjë dobi, do të ketë një dobi tjetër. Shembull, nëse lexon gjuhën shqipe, e përforcon gjuhën shqipe, lexon anglisht, e kupton pastaj më mirë, fjalë të reja mëson. Nuk ka keq nga leximi. Po unë e kam dallu Kur'anin sepse Kur'ani është fjala e Allahut. Ta kënaq shpirtin, ta rahaton shpirtin. Nuk për këtë çështje na duhet të fol. Sepse shpirti kur dhem, zemra kur dobësohet, nuk ka kush e kthen nga ajo mërzi përpos të Kur'anit. Si ndikoi një ajet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu dhe shanu thot, sepse mushrikët e Mekës nuk e lishin rahat, ja nisën pastaj me thonë, nuk ka mundësi Muhamedi, ata i theshin Muhamedit, ne i themi alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam, mi ditë këta biseda që ne i tregon dhe këta historia, përpo se e mëson dikush. Njëherë mëson kif i mençuri i Mekës, e pastaj mëson një njeri prej Ramës, kishte ardhur, jetonte në atë vend Mekë, ai e mësonte, e pastaj Muhamedi sallam ka dalë dhe ka fol. Allahu xhalla shanuhu pas mërzijës që e kishte e ngrit prap Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "Wa laqad na'lam annahum yaqulun." Allahu thot, ne e dim ata çka janë duke thënë. Innama yuallimuhu basharun, sepse ata thonë që Muhammedin alayhi salam e mëson një njeri, lisanul ladhina yulhiduna ilayhi, sepse ata thonë që ai huaj ajamiyun, do të thonë ajo është i huaj dhe mundohet ta mëson Muhammedin alayhi salam, për atë shkak Muhammedi alayhi salam është shumë i mençur. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Ama dallimi është se ai mëson në gjuhën e huaj, ndërsa ne të kemi zbrit Kur'anin e qartë, lisanun arabiyyun mubin. Pse ka zbrit Kur'anin në gjuhën arabe? Jo pse Allahu dhe lishanuhu i dallon popujt, se Allah i ka kriju të gjithë. Nuk ka popull në botë që Allah i ka dallu. Mirë po pse on fjala e Allahut. Allahu dhe lishanuhu, Kur'ani o fjala e Allahut. Edhe në gjuhën arabe. Edhe gjuha arabe është gjuha me më shumë fjalë dhe fjalë që ka mbi 2 milion, Allahu alem. Shembull kemi gjuhë, i kanë 60.000, 70.000, 100.000, do shta që gjuha kineze ka shkronja. Mirë po, edhe fjalë ka, ama ka do hieroglife i thonë, ato nuk kanë shkronja. Gjuha arabe i ka ma pak shkronja se disa gjuhë. Mirë po, atë kuptim plot janë, sa që thuhet që i ka mbi 2 milion fjalë. Pse se lexova një ditë, unë se nuk e ndita mirë, që më sa e vërtet nuk e di, inshallah nuk e vërtet, thanë që në Egjipt, pas ka kërku dikush, që kur të spjegohet gjuha arabe në fakultet, në shkollët mesme,
mos të mirën shembujt nga Kurani. Po, ku mi marë shembujt? Po tjetër mi marë në Kuran. Se gjuhën arabe, nëse donë me e dit, shembujt nuk i merë në Kuran, ku i merë? Shembujt i merë në Kuran dhe në hadith. Nuk ka mundësi dykush me spjegu gjuhën arabe pa e marë shembull Kuranin. Sepse në fjallë Allahu të kri puna. Nuk ka mundësi me gjetë gabim në asnjë mënyrë. Në Kur'an nuk ka mundësi me gjetë gabim. Pse në fjallë Allahu subhanahu wa taala. Të ndërshëm vëllezër, Allahu dhe lëshanë me këta jetë e ngrit, e band fort Muhammedin e Islam, të qëndrueshëm në rrugën e tij për me i thirr njerëzit në fenë Allahu subhanahu wa taala. Ajeti i tretë që ka të bëjë me ngritjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me përforcimin e tij, thot Allahu: "Wa minhum man yaqulu i'dhin li." Ata janë pikërisht sprov. "Wala taftini ala fil fitnati saqatu." Sepse njerëzit, disa për njerëzve kanë dëshirë mos me u sprovu. Dhe më thonë këtu del ai munafiku, ai diftir që kur thot më liro mua që mos provohem edhe mos më merr mua në sprov. Dorsa Allahu dhe Leshanuhu thot ka prej tyre që kanë dëshirë me te i kalu këtë botë pa i sprovuar. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi njeriu që lind edhe rritet edhe i ban disa vite me cilin dush njeri në botë mere, edhe pyete, a është i sprovuar? Pa tjetër po. Ndërsa ai munafiku, ai dyfti që i ka dëshirë ta tejkalon këtë botë pa u sprovuar, nuk ka mundësi. Për atë shkak edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u sprovuar. Dhe Allahu dhe Lëshanë ka dashur mi tregu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pastaj neve si njerëz, të gjithë si musliman, që sprovon çështje normale. Edhe Allahu dhe Lëshanë kur na sprovon, dika e sprovon me shëndet, dika tjetër e sprovon me vdekje, dika tjetër e sprovon me probleme ekonomike, kështu me radhë. Mirë po Allahu sprovën të jep sipas mundësisë që ke dhe të ka pregadit për me te i kalu si sprovë dhe si problem. Të ndërshëm vëllezër, shkurtimisht, kjo temë është shumë e gjërë dhe e gjatë, por dashta me thonë dhe më ju tregu diçka fillimisht me mësu vetën, pastaj juve të gjithëve, se kur keni gajle, kur keni sprova, po nuk do me thonë që duhet me pas gajle dhe sprova. Lidhuni me fjalën Allah subhanahu wa taala. Lidhuni me Kur'anin, lexonja Kur'anin sa të keni mundësi. Po për ata që nuk kanë mundësi me lexu, nuk e di, nuk e kanë mësu. Ndëgjoj Kur'anin. Ndëgjoj Kur'anin se vetëm ndëgjimi i Kur'anit është sevap. Edhe hiç pa e marrë vesh. Hiç pa e marrë. Provoj ti, lëshoj për shembull në dikush që lexon kinezisht atje dhe një arab ose një shqiptar që lexon arabisht Kur'an. Edhe shifet cila